është jetike për vendin, për Kosovën është jetike antarësimi i Kosovës strukturat euroatlantike. Nuk është e lehtë. Shumë parti politike, shumë eksponent e kanë bërë domethënë si premtim elektoral dhe e kanë trumbetuar që është zgjidhje nëpërmjet fitoreve të tyre. Nuk është proces shumë kompleks dhe vendosen ekskluzivisht fuqitë e mëdha, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shkak influencës tyre të pakufizuar në këtë organizatë. Me të drejtë, për shkak se edhe vetë partnerëve të mëdhaj të Aleancës Atlantike i ofrojnë siguri. Unionit Evropian, imagjinoni, Republikës Federale Gjermane, akoma i ofrojnë siguri. Mendoj që situata e krijuar me 2 vitet e fundit, so bën 2 vite, gati thujese, e dobëson besueshmërinë e vendit tonë para partnerëve ndërkombëtar. Veçanërisht para mekanizmave multilaterale, organizatat ndërkombëtare, edhe të kaluamën kanë pas rezerva për antarësimin e Kosovës, për shkak se Serbia me aleatë e vet ka bërë një përpjekje të vazhdueshme për me pengue Kosovën që të jetë pjesë e këtyre mekanizmave, sepse ata janë të vetëdijshëm rast që Kosova do të antarësohej në këto mekanizma ndërkombëtar, do të rrumbullaksohej procesi i shtetësisë të Kosovës në dimenzionin ndërkombëtar. Do të ishte kulminante nëse Kosova do të ishte pjesë e Aleancës Atlantike. Me këto sjellje dhe me këto paqëndrueshmëri institucionale të cilat janë, se këto janë institucione kujdestar, domethënë, mund të marrin vendime kapitale nëse mund ta quaj, as të mbrëmshme as të jashtme, mendoj që është e lartë dita kur kemi me qenë e lartë. E lartë është dita. Se patëm shpresur samitin e 2027-s, mbase unë thash konsolidohej gjithçka. Përjashtim, në rast që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vullnet, siç kanë treguar në rastin e Shqipërisë, Maqedonisë dhe asaj kohë. Pastaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë vullnetin, por ne s'po bëjmë as edhe një hap. Nuk ishim të pranishëm në margjinat e samitit të kaluar, apo ishim në Ankara. Nuk është ndonjë sekret. Nuk kam frikë se them ndonjë gjatë gabumin në rast se do ta definoj se një politik të dopt të jashtme viteve të fundit ka pas vendi ynë, dhe s'ka bë përpjekje fare për me qenë aktive në ndryshimin e imazhit apo bindjes një numrit të madh të vendeve të cilat kanë hezituar. Madje edhe partnerët e tonë janë lënë thuajse si masdore, nuk është punu mjaftueshëm me ta, dhe besoj që nuk kem qenë në pozicion të mirë në kuptimin që me prit një ftesë për vitin 2027. Na tashmë jemi në gjysmën e dytë të vitit 2026 dhe po ecet me hapa